Zbardhen detaje nga mbledhja e sotme e kryeministrit Edi Rama me kryebashkiakët socialist në Pallatin e Kongreseve, një mbledhje e zhvilluar pa praninë e medjave. Rama gjatë fjalës së tij ka kërkuar të ketë fokus tek ngritja e emergjencave civile në nivel vendor dhe gjithashtu të ketë më shumë angazhim për paketën e maleve për shkak të interesit të lartë. Jemi duke punuar për mbledhjen dhe për punimin e mbetjeve, sidomos në zonat turistike, mësohet të jetë shprehur kryeministri. Ky i fundit u ka kërkuar kryebashkiakëve socialist që të angazhohen në terren me strukturat e partisë si edhe në turin punët e Shqipërisë. Për kryebashkiakët që kanë më shumë se 3 mandate, që nuk do të rikandidojnë, ka kërkuar që të angazhohen për pjesën e mbetur të detyrës së tyre. Sa i përket paketës së maleve, në fillim do të vendoset një buxhet 5 milion euro. Takimi i Ramës është zhvilluar me dyert mbyllura teksa kryebashkiakët demokrat nuk janë lejuar të futen në ambientet ku mbajt mbledhja. Kryetari i Bashkisë së Pukës, Rok Doda, i ka bërë me dije se nuk i është lejuar të marrë pjesë pasi garda nuk e ka lejuar të hyjë në sallë. Sipas tyre, emri i tij nuk figuron në listën e pjesëmarrësve. Dodaj në një komunikim me gazetarët ka deklaruar se organizatorët i kanë thënë se është bërë një gabim në dërgimin e ftesës. Disa kryetarë të Partisë Demokratike kanë deklaruar se kanë marrë ftesë për të marrë pjesë në të njëjtin takim, ndërsa Partia Socialiste thekson se janë ftuar vetëm kryetarët socialistë të bashkive të vendit. Kryetarët Miftar Dauti Hasit dhe Albert Mylyshi i Mirditës kanë deklaruar se nuk kanë marrë ftesë për këtë takim me Ramën në Pallatin e Kongreseve. Gjatë ditëve të fundit, Rama ka zhvilluar takime me strukturat e Partisë Socialiste në Tiranë në funksion të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme vendore. Në këtë mandat të 4 qeverisës majoranca vendos tekstin edhe te procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Më 21 mars, Asamblea Kombëtare e Partisë Socialiste u mblodh në Durrës për më shumë se 3 orë, duke hapur procesin e brendshëm elektoral. Sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi analizoi rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2025 dhe përcaktoi afatet për riorganizimin e strukturave. Në këtë kuadër, Rama ka dhënë orientime për zgjedhjet e vitit 2027, duke u ndalur te negociatat me Bashkimin Evropian, reformat në drejtësi, administratë dhe shërbime, si dhe rëndësia e qarkut të Tiranës. Procesi i brendshëm pritet të mbyllet më 12 qershor të këtij viti në përvjetorin e 35 të Partisë Socialiste, me fokus te komunikimi me antarësinë dhe organizimi i strukturave. Për kryebashkiakët, Rama tha se nuk do të ketë asnjë kandidat që do të marrë miratimin për të rikandiduar pa 10 kontrata të firmosura në kuadrin e paketës së maleve dhe pa 3 ndërmarrje të përbashkëta.